Një turist I huaj vritet në Ksamil në kulmin e sezonit turistik. Vetëm pak ditë më parë në një lokal në Elbasan, një person tenton të vrasë një tjetër, por arma I bllokohet dhe atentati dështon. Dy ngjarje të ndryshme në dy qytete të ndryshme, por që rikthehen në qendër të vëmendjes një pyetje shumë të thjeshtë. Sa të sigurt janë qytetarët në Shqipëri? Dhe më shumë se kaq, sa përputhet perceptimi ynë për sigurinë e realitetit të kriminalitetit? Sepse Shqipëria prej vitesh përpiqet të ndërtojë imazhin e një vendi të sigurt për qytetarët dhe turistët, por përballë këtij imazhi janë ngjarje kriminale që her pas here ndodhin në vende publike, në bare, në zona turistike dhe në mes të qyteteve. Në nivel europian, vendi ynë nuk është vendi me norme më të lartë të vrasjeve, por krahasimi me vendet e Bashkimit Evropian tregon se siguria nuk mund të matet vetëm me numrin absolut të viktimave. Pra, pyetja nuk është vetëm sa vrasje kemi. Pyetja është çfarë lloj kriminaliteti kemi, sa lehtë qarkullojnë armët, sa të ekspozuar janë qytetarët dhe turistët dhe sa efektiv është shteti në parandalimin e ngjarjeve përpara se ato të ndodhin. I diskutojmë të gjitha me Shemsi Premçin, ish drejtues I forcave elitë të policisë dhe ekspert në çështjen e sigurisë që më bashkohet në studio. Faleminderit zoti Premçi që jeni. Faleminderit ju. Sa të sigurt jemi? Sa të sigurt janë turistët që vinë këtu? Elion, së pari, dua të them që nuk është problemi vetëm tek turistët apo tek puna e policisë. Kriminaliteti është një fenomen që ju e thatë është në gjithë botën, niveli I kriminalitetit, llojshmëria e kriminalitetit është problem për Shqipërinë, një shtet I vogël me 28.748 km², me një popullsi që nuk I kalon 2 milion banor. Të mëdhenj të vegjël. Kur të shkojmë pastaj tek mosha e rritur, që është subjekti një vepre penale, se mund të ketë rrahje dhe grindje dhe kalamaj 13 e 12 vjeç, që janë fenomene që ndodhin. vrasje sikurse ndodhi me rastin Martinit. Patjetër. Pastaj kjo është një plagë e rëndë e shoqërisë shqiptare. Ne si shoqëri kemi kaluar nga një regjim totalitar të egër, me mbylljen e gojës që s'mund flisshim as për kundra partisë as kundra regjimit, në një shoqëri të hapur, liberale, por me një shoqëri që prodhojmë ligje dhe nuk zbatojmë ligje. Prodhojmë dhe nuk zbatojmë. Po, nuk përmbushim standardet. Edhe pse ne propagandojmë që do të shkojmë drejt një shoqërie si shoqëri me standarde e Bashkimit Evropian, po e ke parti kapitujt që ne kemi qelur, kapitujt më problematik janë ata të drejtësisë, janë ata të zbatimit ligjit, janë ata të mjedisit, sepse ne jemi një shoqëri e smur në një tranzicion të zgjatur prej 36 vjeç, me një politik të jetë agresive, bipolare, pa zgjidhje tjetër, pa të drejtë zgjedhje, pa mundësi për të zgjedhur. Sepse është marrë peng Shqipëria. Nga kush? Nga politika, nga kjo politikë bipolare si që konceptoj unë, pa hapësira. Pra duke krijuar mundësit me ligjet që kanë prodhuar që o të jetë njëra o të jetë tjetra, dhe Erioni, Shemsi, çdo qytetar të mos ketë mundësi tjetër. Edhe ndonjë që del nga rrjeshti nuk përbën dot ndryshim. Ndryshimet kushtetuese të vitit 2008 janë vrasja e shpresës për instalimin e demokracisë në Shqipëri. Pra ne e kemi vrarë demokracinë. Pra, tranzicioni vrau demokracinë dhe jemi në një tranzicion të përjetshëm. Dhe unë nuk shikoj perspektivë, unë shikoj propagandë, sikur ne do të shkojmë në Evropë. Por politika shqiptare nuk e ka dëshirën për të shkuar në Evropë. Dhe bëjmë një hap para, 2 hapa mbas. Sa herë lexojmë raportet e Bashkimit Evropian, të parlamenteve, ne lexojmë që Shqipëria don edhe shumë kohë. Dhe nganjëherë na thonë që mund të
pranohet ky apo ai shtet sepse ka nevojë Evropa apo situata gjeopolitike, por jo se kemi përmbushur standarde. Ne e gënjejmë veten për përmbushjen e standardeve. Do të sjell një shembull. Ju e thatë me të drejtë. Kriminaliteti nuk është në nivele shumë të larta. Statistikat paktën këtë tregojnë. Shiko, ne gjithmonë kemi luajtur me shifrat, sepse ne nuk mund të pranojmë edhe si shoqëri që do kemi nivelin e kriminalitetit të 97-s apo të 98-s apo të vitit 2001. Në mënyrë kategorike. Nuk do ta kemi. Llojshmëria e kriminalitetit në vitin 2026 apo 2025 është dominon akti. Çfarë lloj kriminaliteti kemi sot? Kryesisht ne kemi atentate. Me pagesë. Me pagesë edhe pa pagesë. Jemi ende te larja e sapesh? Po shiko. E kemi kategorinë e larjes së sapeve, kemi dhe kategorinë e parcelizimit, të mbrojtjes së zonave të influencës, të zonave të tregut, të zonave të punëve të pista jo ligjore. Pra, kur një grup i strukturuar kriminal që ushtron aktivitetin e trafikut të drogës apo dhe të kultivimit të drogës, siç kemi patur në malësitë madhe apo në disa zona, sidomos në vitin 2016, 2019, kur janë vite zgjedhore që lihet dorë lirë nga shteti për shkak të politikave favorizuese, më jep të jap, më jep një zonë për të kultivuar, të jap X vota apo tjerë. Kjo quhet blerje e pushtetit nëpërmjet favoreve të paligjshme që u jepet grupeve të caktuar kriminale. Këto grupe kriminale janë fuqizuar dhe tashmë kanë rrokur zona influencë dhe zona tregu, duke filluar nga Amerika Latine drejt perëndimit, Evropës dhe drejt Amerikës. Pra ne nuk mund të shesim se kemi ulur kriminalitetin, sepse njerëzit tanë bëjnë kriminalitet dhe të gjetkë. Dhe këto janë strategji të grupeve kriminale. Pra kur të bëjmë analizën e kriminalitetit, ne s'kemi pse ta bëjmë vetëm brenda kufive. Ne do ta bëjmë edhe për njerëzit shqiptarë që janë kriminalizuar këtu, kanë shkuar në një vend tjetër, janë pasuruar, kanë para, paguajnë para, vrasin në Angli, vrasin në Gjermani, vrasin në Belgjik, vrasin atje në Amerikën Latine. Pra, analiza bëhet të gjithë shqiptarëve që bëjnë kriminalitet, sepse këtu është rritur kriminaliteti. Këtu është kultivuar kriminaliteti. Origjina e krimit. Pse? Sepse këtu ka filluar paligjshmëria tek moszbatimi i ligjit dhe mosvendosja një standardi për, ne po e shikojmë, një person që është përdorues apo i kapen 3 gram drog, rrin në burg 2 vjet, qoftë edhe sikur të jetë 17 vjeç, 18 vjeç, ndërkohë një tjetër që kapet me 1 ton nuk futet në burg ose del nga burgu. Kush e nxjerr? Në qartë. Parë në këtë kontekst ne e kemi favorizuar kriminalitetin, sidomos krimin e organizuar, e kemi stimuluar, e kemi përdorur për t'i marrë benefitet, favoret, dhe pastaj dhe sot rëndom thotë që grupet kriminale të krimit organizuar marrin tendra. Edhe ti e ke, për shembull, personi është në kërkim ndërkombëtar, Ermal Beqiri, kthej, shoqëria e tij merr tendra. E mora si shembull Ermal Beqirin, po kjo ka ndodhur edhe për grupet kriminale dhe për krerët e grupeve kriminale që përveç se kanë abuzuar me fondet publike, kanë bërë dhe vrasje. I kemi rastet pafund. Sidomos dosjet e fundit, të cilat janë hetuar nga SPAK-u për shkak të Skaj dhe e Kroqat, një mundësi e artë që u dha drejtësisë shqiptare. Një dhuratë në të huajt. Po dhuratë. Ndërkohë që po ta analizosh dhe kur nuk janë shfletuar as 10% të atyre transkripteve. Kanë gjase të shfletohen të gjitha, zotit Prenç? Nuk do politika, e mban fren. Janë emrat e tyre brenda? Po patjetër. Nuk diskutohet. Shiko, në Shqipëri, ndërkohë që priti të lexoheshin këto emrat politikanëve, politika prodhon ngjarje tjera që të tërheqin vëmendjen e qytetarëve, siç ishte rasti i ngjarjeve me hakerimin e sistemeve, për të larguar vëmendja nga inkriminimi i politikës tek Skaj dhe Enkro. Unë në këtë ndërshtim e shikoj. Ndërkohë që bie fjala Taulant Ballës i përmendet emri në disa dosje, vrasjesh, biseda
me grupet caktuar kundër grupeve tjera ose marrën në mbrojtje nëpërmjet drejtësisë duke ndikuar tek drejtësia, ndërkohë që shmangët 3 muaj nga pozicionet dominante të politikës dhe përsëri kthehet më fuqishëm, bëhet më i besueshëm, bëhet më i fortë. Pra, e thënë ndryshe, majtas dhe djathas, 100 veta apo 50 veta, ta thomi sa duash, mbajnë peng politikën majtas dhe djathas, bëjnë kompromise dhe bashkëpunim me oligarkët ose biznesmenët e fuqishëm, të cilët paguajnë edhe majtas dhe djathas vetëm për të mbajtur raportin me pushtetin. Ky është ushqimi më... Pra, karta e moralit, edhe tek opozita, thoni ju, nuk vlen më në kushtet e Shqipërisë së sotme. Fakti që në transkriptet dalin që personalitetet e larta të politikës majtë dhe të djathtë, kuptohet më shumë do të kenë majta, sepse kanë 13 vite aktualisht në pushtet. Por fakti që ka biseda dhe me eksponentë të politikës së djathtë, qoftë nga bota e krimit, qoftë nga bota e biznesit, tregon se ne jemi një shoqëri e marrë peng nga një grup politikanësh që nuk e kalojnë numrin 5 nga e djatha dhe nuk e kalojnë numrin 30 nga e majta. Por mos harrojmë që ky grup 30 nga majta apo 5 nga e djatha kanë kriminalizuar administratën publike, kanë kriminalizuar pushtetin vendor, kanë kriminalizuar ministra, zëvendës ministra, dhe ndaj dhe ne në një kohë shumë të shkurtër kemi mbi 40 kryetarë bashkiesh të dënuar me vendim të formës prerë. Kemi pranuar dhe futur në politik njerëz me rekorde kriminale. Përfaqësues të grupeve kriminale. Po, qoftë në grupet parlamentare, po qoftë edhe kryetar bashkish. Ne kemi mbi 100 zyrtarë të lartë në niveleve drejtorë të përgjithshëm, sekretarë të përgjithshëm, zëvendës ministra i kemi të dënuar. Pra çka do thotë që dikush i ka inkriminuar, dikush ka dakordsuar që këto njerëz. Ne kemi fenomenin e Durrësit, se si bëshin pazarët nga ish deputeti Qyrbja me grupet kriminale si do favorizoj ky kush do bëjë deputet, listën e deputetëve, pra nuk e bënte partia, subjekti politik, por e bënte grupi kriminal. Dhe favoret që kërkonte me të përcaktuar me vende pune, ministrat, deputet, lista deputetit, drejtorat dhe se si bësh. Ne kemi fenomenin e Elbasanit, shumë të se si ndërhyjë te prokuroria, si bashkëpunoi me kryetarin e gjykatës, si emëroshin njerëzit dhe si dirigjonte bota e krimit, se kush do ishte drejtor spitali dhe kush do ishte drejtor tatimesh. Pra në këtë kontekst, shoqëria jonë është e inkriminuar nga politika. Dhe të dalim tek pyetja, se e zgjatëm shumë, ngjarja e Sarandës, për hir të vërtetë Saranda është një ndër zonat më të inkriminuar, ka njerëz të humbur. Më të inkriminuar. Me 10 persona të humbur që nuk u dihet adresa. Të zhdukur? Të zhdukur, po i kemi 5-6 ditët e fundit, që ende s'është hedhur drejt ku janë këto njerëz. Kemi ngjarjen e Ervis Martinit, që është thënë jo 100 ditë, jo 20 ditë, që kryeministri dhe Taulant Balla ka thënë ne e dim fatin, duke qenë ministri i brendshëm. E dim dhe shumë shpejt do të komunikojmë fatin e Ervis Martin. Pse nuk e thonë? Fakti që si thonë këto të vërteta, tregon që vetë politika është e implikuar në veprimtarinë kriminale dhe vetë politika e fsheh dhe hesht. Heshtja, fshehja, falni, e frymëzon kriminalitetin. Grupet kriminale duke pa politikën dhe duke parë nivelet e larta të qeverisjes që nuk e thonë të vërteta në raport me krimin, i frymëzon grupet tjera që të aktivizohen. Dhe po e shikon, në një moment del një grup kriminal me i fuqishëm, në një moment del një grup kriminal tjetër me fuqishëm, në një moment eksponente të sistemit të drejtësisë, të policisë, të politikës, bashkëpunoj me një grup kriminal për të goditur. Kjo është niveli më i lartë i kriminalizimit të politikës dhe të sistemit të qeverisjes. Dhe kjo normalisht këtë do të prodhoj. Ngjarja nuk është ngjarja e Sarandës, nuk është një krim që ka kërkuar shumë përgatitje, që ka kërkuar shumë bashkëpunëtor, që ka kërkuar një organizim apo sigurimin e një kapaciteti armatimi apo të njerëzve të përgatitur në pikpamje të qitjes. Ajo është një ngjarje kriminale
sa e rëndë, por më shumë e turpshme. E turpsh. E turpshme. Të vrasësh një njeri, nuk është në traditën e shqiptarit që një turist i ardhur, edhe sikur ta kesh hasëm. Ta vrasësh në oborrin e shtëpisë, pra ta vrasësh në plazhin e Shqipërisë, është një njollë zezë për turizmin, është një njollë zezë për traditën e shqiptarit, dhe është një ngjarje kriminale që mund të evitohej sepse nuk ke pse ta ndodhish. Nuk ke pse ta hakmerresh ndaj një njeriu të huaj në atë formë duke thërë me thik në Bregdet. Ngjarje shumë e rëndë. Ose ngjarja e Elbasanit, që 15 vite që i paska plagosur vllajën, ky paska rezistuar kaq kohë dhe mban pistoletën dhe duke patur edhe bashkëshortën me vete, qohet dhe i vendos pistoletën kokë. Por Erion, unë do të thoja, ngjarja e Sarandës sidomos kërkon një hetim shumë të sepse me ka bërë përshtypje si mundet që një vajzë të futet në lojë për të transmetuar dhe për të larguar nga vendi i krimit një person që vret një njeri. Drejtuese e mjetit që ka marrë në bagazh, e ka marrë për të humbur gjurmë që një vajzë që rrugton nuk mund të transportoj një individ. Dhe unë e përgëzoj policinë e shtetit në këtë rast, që është treguar shumë gjakftotë, e ka ndjekur dhe e ka gjurmuar autorin e krimit dhe ka shkuar deri këtu tek ky bagazh makine që drejtohej nga një femër. Dhe brenda ishte një shtetas turk. Kjo ka domethënie. Kjo do thotë që është bërë një farë marrëveshje. Është bërë sa mund të duket. Thashë në pikpamje të përgatitjes për ta se fakti që e vrau me thik, domthonë ajo mund të ndodhë kudo, edhe mund të ndodhë dhe në zënje sipër. Por nuk e thash që nuk ka dashur një grup të specializuar për të shmangur nga zbulimi i ngjarjes, sepse do përdorshin armë sinjzator, do përdorin një qitje të largët, apo do përdorin një prit, apo do përdorin një atentat në formë atentat, është një vrasje e thjesht do thomi, por që lën gjurmë në memorien e shqiptarëve që një shqiptar theri me thik një turist të huaj dhe i la njollën Shqipërisë edhe. A kishte patrullat e policisë në zonën që ndodhi ngjarja, apo s'kishte? Kjo ka të bëjë Erion me prioritetet. Unë e kam thënë vazhdimisht në mënyrë kategorike, ne kemi patur në vitin 2005-2007 prioritet të goditjes së kriminalitetit, të zbardhjes së ngjarjeve të rënda. Në atë kohë e drejtonte në çdo muaj kryeministri i Shqipërisë i asaj kohe, drejtonte task force-ën. Dhe merrte takim me të gjithë drejtorët e policive, drejtorët e shërbimit informativ shtetëror dhe me një grup të specializuar të prokurisë së përgjithshme, sepse ishte një task force që kishin në mision goditjen e gjithë grupeve. U goditën 104 grupe kriminale me 1040 autor dhe janë futur kokat e kriminalitetit në Shqipëri, 36 prej të cilëve me atë drejtësinë e pavetinguar kanë marrë dënim me burkim të përjetshëm. E më pas, një pjesë prej tyre të favorizuar nga pushteti i sotëm, duke falsifikuar dhe dokumenta, siç mbani mend rastin e Lul Berishës që kryetari i bashkisë i lëshoi letra, e mori e punësojnë bashki për ta rikualifikuar, për t'i pastruar figurën, biografinë, dhe me pastaj e dinin shumë mirë se çfarë pasojë ishin, edhe pastaj u shpall përsëri në kërkim, pastaj u kap etj. Pra, e kuptoni çfarë ngarkesë i vihet një organizate si policisë, kur një drejtësi e ndikuar nga pushteti i krijon favore një personi të dënuar me burgim përjetshëm, po unë e mora si shembull, po ka plot raste të tilla, dhe detyrohet policia përsëri të hargjoj kapacitete, të hargjoj energji për ta rikthyer përsëri në burg apo në sistemin e vujtjes dënimit, duke u marrë me letërporosi, duke bashkëpunuar me Interpolin, me Europolin, me organizatat edhe partnerët ndërkombëtar, me qëllim që një person i rrezikshëm të kthehet përsëri në vujtje dënimi. Këtë e ban politika dhe drejtësia korruptuar. Në aspektin e prioriteteve, gjatë këtyre viteve unë shpreh keqardhje, me thënë drejtën, sepse pikërisht kur ti ke një ngarkesë jo 2 milion shqiptar,
po kemi 2 milion shqiptar plus, pra kemi 3 milion shqiptar, se vinë 1 milion shqiptar për pushime, po kemi dhe në harkun kohor të 12 muajve sot kemi arritur 12 milion turist, por e përkthyer në muajt që kanë ngarkesën më të madhe, mund të themi pa frikë që kemi për çdo muaj kemi 1.5 milion gjatë verës, edhe kemi 500.000 në muajt e dimrit dhe të pranverës apo të vjeshtës. Çka do thotë që Shqipëria në një moment caktuar, siç është Korriku dhe Gushti, 2.5 milion plus 1 milion shqiptar plus 1.5 mbart një kapacitet rreth 4.5 deri në 5 milion banor. Pra në njësinë e kohës, pra në një ditë. Me një kemi shtim të aktiviteteve të gjithë secilit. Të gjitha. Edhe në pikpamje ekonomike, edhe në pikpamje. Ndërkohë që Shqipëria, si që ndoqë aty në zonën atje, nuk merret më me strategjinë e prioriteteve që organizata e policisë ta ketë prioritet sigurimin e rendit dhe të sigurisë publike, parandalimin e kriminalitetit, si në rastin e Elbasanit apo të Sarandës, por ka një problem tjetër. Ka angazhimin e shumicës policisë për krehjen e territorit për kultivimin e bimëve narkotike. Ndërkohë që këtë punë do ta kishin bërë në muajin qershor. Duhet ta kishin bërë satellitët në fund. Duhet ta kishin bërë satellitët që nuk e dim se ku janë. Tani do kemi ato kamerat, sistemin Smart City, po sistemi Smart City do jetë në oborët e shkollave dhe në disa kryqëzime, po nuk do jetë në Valbon, nuk do jetë në malet të thepisur. Po nuk do jetë. Shqipëria është kanibizuar në gjithë territorin, siç ndodhi në 2016 apo në 2019. Dhe për çudi, në fillim të muajit gusht, apo siç ndodhi vjet në Korrik, qelen ca plagë të tjera dhe mbi 10% e policisë merren edhe me mbështetje të IKMT-s për ndërtimet pa leje. Unë nuk kam parë, Erion, që në një shtet si Malizi ose Maqedonia të merret me ndërtimet pa leje në muajin Korrik dhe Gusht. Vetëm në Shqipëri ndodh kjo. Pse ndodh? Sepse ne gjithë vitit jemi në paligjshmëri, institucionet e kontrollit territorit si Bashkia, Inspektorati Vendor i Ndërtimit, Inspektorati i Zonave të Mbrojtura, ka drejtoria e Agjencia e Bregdetit, apo IKMT-ja që ka kontrollin e gjithë territorit, edhe të krimit mjedisor, si që janë lugina e lumenve që keq shfrytëzohen në pikpamjet e inerteve e tjera, është krimi mjedisor. Pra, edhe çfarë bëjmë? Përsëri shkëpusim një 10% apo 20% të policisë të merret edhe me këtë punë. A thu se s'kemi kohë tjetër. Unë shikoj se kjo bëhet me qëllim. Cili është qëllimi? Po cili është qëllimi? E para e punës, duhet që të shkojë një pjesë e policisë atje, që të mos merret kërkush me zjarret, sepse një pjesë e zjarreve digjen për të krijuar toka, për të krijuar sheshe ndërtimi. Është e vërtetë ajo që Krasta është e synuar? Jo vetëm. Jo vetëm. Jo vetëm. A besoni ju që është ndezur qëllimisht? Shiko, Mali Krujës, Krasta, Parku i Lurës, po, parashikohen që do të jenë investime të programit të paketës maleve dhe është lançuar dhe një paket tjetër, paketa e Alpeve, nëse ju kujtohet. Dhe çuditërisht këto gjëra ndodhin gjithmonë. Këto ditë ke pas sa fotografi të një grupi me një veshje pothuajse të një llojit, të cilët edhe vjet kanë qarkulluar në Shqipëri dhe sapo qarkullojnë një ditë mbrapa ose 2 ditë mbrapa, ke vatra zjarri. Ke djegje plerash, vend grumbullimit plera. A janë izraelit ato, zoti Premçi? Nuk e di. Sepse në median online është folur shumë për këtë grup i cili ka qarkulluar edhe në zonën e Priskës para se të niseshin zjarret edhe në Krujë. Është folur, por ne nuk jemi kompetent, por nuk jemi edhe të çmendur që të marrim përsipër dhe të deklarojmë publikisht një gjë të tillë. Unë kam kërkuar që ka prej shumë kohësh që shërbimi informativ shtetëror është jashtë loje. Edhe ky. Po sepse duhet ta thot
minimumi të mos e thot, të mos dal shërbimi informativ shtetëror, por të marrë një informacion, ta përpunoj informacionin, ta vërtetoj që po, dhe t'ja thot kryeministit, dhe kryeministit thot, kemi sulme dhe të kësaj natyre. Ne jemi një vend i lakmuar, siç ka thënë kryeministri që ne jemi në tratativa dhe në biseda me disa brende të turizmit elitar, që i rëshiti goja, kemi mbi 40 kontakte me brende më të fuqishme, dhe na thot, jemi të pëlqyer, jemi të lakmuar, dhe po na sulmojnë kjo, dhe duhet të mbrohemi, po duhet ta thot kryeministri i Shqipërisë. Sepse ndërkohë që Shqipëria digjet, Shqipëria ka bler helikopter, dhe pretendojmë që është 13 vite është bërë propagandë që Shqipëria do të ketë një flotë ajrore për t'i fikur zjarret. Fondet e Agjencisë Kombëtare të Emergjencave Civile pas ligjit 45/2019 të vitit 2019 janë 15 fishuar në raport me fondet e para vitit 2007, 2017-2019, ndërkohë që rezultatet janë negative. Ndërkohë që nuk kemi një panoramë të Ministrisë Mbrojtjes për një operacion model të kombinuar midis izolimit dhe kufizimit të një vatre zjarri nga helikopter dhe avion aer traktor dhe coptimin dhe fikjen përfundimtare nga strukturat vendore. Ne kemi vetëm 30 ushtarë dhe ushtare me lopata në krah duke fikur zjarrin mal, por nuk kemi parë një operacion të mirëfillt. Çka do të thotë që Ministria e Mbrojtjes nuk ka mundësinë, s'ka ku ta filmojë këtë lloj operacioni, që t'ja jap mediave kombëtare dhe lokale për ta transmetuar tek opinioni publik që ne kemi një ushtri, që kemi një strukturë emergjente, që kemi një strukturë zjarrfiksësh, edhe pse për hir të vërtetës strukturat operacionale vendore të zjarrfikseve janë për t'i falendëruar me luftën që po bëjnë në këto temperatura shumë të nxehta. Por strukturat, zinxhiri komandues, i drejtimit dhe i koordinimit të këtyre strukturave operacionale nuk po shikohen, sepse ne nuk shikojmë një komunikim të forcave toksore me forcat operacionale ajrore për të zësuar një zjarr në momentin e parë të rënjes, kur merr për masa dhe si monitorohet. A është e falshme që 12 ditë që digjet lura dhe nuk fiket? Pse s'fiket? Pse? Mua nuk më jep dot përgjigje kryeministri i Shqipërisë. As ministri i Brendshëm, as ministri i Mbrojtjes, as drejtori i Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile. Nuk ka ndodhur kurrë 12 ditë një vatër zjarri. Edhe kur nuk kemi pas vetëm një helikopter. S'kishim kapacitete, por kishim një angazhim maksimal. Sot në Lur banojnë vetëm 200 banor. 200 banor. Në vitin 2015, kur nuk kishte ndodhur reforma, kanë qenë 2200. Çfarë ndodhi? Po sepse heqja e pushtetit bëri çpopullimin dhe atje nuk reforma territoriale. Reforma territoriale dhe ne vazhdojmë ta tkurrim akoma duke përqendruar kompetencat tek kryeministria dhe tek bashkitë qendër të mëdha. Ndërkohë që po të kishte 2000 banor në Lur, zjarrin, atë zjarr që e fikin 3 veta në minutin e parë, pas 30 minutave nuk e fikin 30 dhe pas 3 orësh kur të shkoi zjarrfiksa e Dibrës, nuk e fik as NATO. Po të kesh edhe 10 helikopter. Çka do të thotë? Prandaj quhet reagimi i parë në momentin e parë ka sukses në këtë fatkeqësi natyrore, siç është zjarri, që është e tmerrshme. 12 ditë thoni ju në Lur vazhdon digjet. Unë e kam ndjekur me shumë vëmendje zjarrin në Lur, zjarrin në malin e Krujës. Kam ndjekur me vëmendje zjarrin në Dajt. Është e turpshme. Qendra. Domethënë gjithë pjesa lindore e Tiranës në Priske, në atje, turp. Sepse Shqipëria e Rion kalova në këtë fushë, sepse është krimi më i rëndë që po i bëhet Shqipërisë. Është krimi më i rëndë, krimi mjedisor dhe mos menaxhimi sa dhe si duhet i një fatkeqësie natyrore që prodhon kriminalitet. Prodhon kriminalitet sepse është e dirigjuar nga kriminaliteti. Unë nuk them se gjithë Shqipëria digjet për të bërë sheshë ndërtimi.
por fakti se zjarret më të fuqishme dhe që s'po i fik shteti, pikërisht në zonat e mbrojtura dhe parqet kombëtare, kjo do të thotë që diçka ka. A Shqipëria e të ardhmes së shqiptarëve, zoti Prençi? Sepse nëse ndërtojmë projeksionin e gjithçkaje që po ndodh me këtë krim, me këtë polici të zhvendosur në vëmendje, me këto aktivitete mjedisore, duket sikur Shqipëria do bëhet nesër e pak sesueshme për ne. Sot shumica e plazheve është e paftuar për pjesën ndërmuese të qytetarëve shqiptarë, prej çmimeve të larta, prej personave që shkojnë aty. Lexova një raport të ditëve të fundit që 52% e popullsisë e kanë pamundur për të frekuentuar plazhet qoftë edhe 5 ditë në vit. S'janë gjendë të bëjnë pushime. Po ka një 10% që mund të përballojnë edhe 60 ditë, pushime verore, pushime dimërore, pushime luksi, që mund të mos i bëjnë këtu, po mund t'i bëjnë jashtë. Unë personalisht nuk kam pasur fatin, por dhe dëshirën që të bëj pushime. Sepse ju jeni njëri që preferoni malet. Që të bëj pushime jashtë shtetit. Ndoshta i kam patur mundësitë financiare për t'i bërë një parë, po s'kam bërë pushime jashtë shtetit. S'kam bërë kurrë. Ndjehem shumë mirë Erion. Ndjehem shumë mirë që të lahem ndrinja atje ku jam la në Dibër, në fshatin tim Murr, ku jam la si fëmijë. Edhe ndjehem shumë mirë, edhe shkoj e frekuentoj. Milësimjet që shkova, takova dhe ca miq nga Tirana, nga Firi, që kishin shkuar atje dhe më bëri shumë përshtypje, dhe u ndjeva shumë mirë. Frekuentoj Velipojën. Po ka njerëz që nuk e dënjojnë. Unë kënaqem që ta frekuentojnë jugun, gjithë shqiptarët, kanë dhe mundësi ta frekuentojnë sepse kemi plazh shumë të bukur. Kënaqem që vinë edhe të huajt. Por menaxhimin duhet ta bëjnë shqiptarët. Sot, sipas disa miqve, në jug as 30% e kamarierëve dhe banakierëve nuk janë shqiptarë. Edhe ky trend më çon tek fjala e kryeministit që do kemi Bangladeshas e indian për të shërbyer. Nëse qëllimi i politikës është për t'ia dorëzuar Shqipërinë të huajve, mua nuk më pëlqen. Kaq pak adhetar po lind ky vend, zoti Prençi? Shikone, në vitet 90 ishte këtë normale që shqiptarët kërkonin një jetë më të mirë në perëndim, sepse nuk kishin burime financiare në Shqipëri. Sot, pas 36 vjetëve, politika duhet kishte hartuar politika biznesi dhe ekonomie për t'i punësuar 2 milion shqiptarë, me mundësitë maksimale për t'jetuar, sepse Shqipëria ka resurse. Por përsëri politika është fillimi i të keqes dhe mbarimi i të keqes. Dhe e keqja më e madhe e shqiptarëve ende vazhdon sepse politika po na shfaqet çdo ditë që nuk qeveris për shqiptarët. Qeveris për vetëm për një kategori të caktuar dhe për një pakicë. Hidhi sy tek rrjolli. Askush nuk i thot pse je në paligjshmëri biznesit. Edhe kur shkatron rrugën nacionale apo rrugën e ndërtuar me taksa paguesi shqiptar, nuk i thot kush gjë. E hap kanal mes për mes, nuk i thot kush biznesmenit. Policia nuk shkon për të kërkuar biznesmenit ligjshmërinë, por rreth qytetarët përse kërkojnë për të mbrojtur tokën. Kur një problem është një konflikt gjyqësor, të paktën pezullohen punimet në çdo lloj. Të paktën, mba panshmëri, mos rri qytetarët me shkopi gome, mos lejo policinë private që të përdori shkopin e gomës mbi qytetarët, siç e ka përdorur në Rrjoll, e përdori dhe në zbukat. Ndërkohë që bëhesh pjesë për krah policisë private të një kompanie biznesi. Në krahun tjetër, detyrohet që policia shtetit të pranojë edhe sprajtin e hedhur nga policia private, pra kundër policisë shtetit dhe popullit, dhe policia shtetit nuk ndërhyn.
edhe kur je i bindur që ka paligjshmëri. Ndërkohë, pushtetarët tanë dalin në thonin që është tokë private. Kur brenda 340 kilometrave, 96 ishte tokë shteti. Dunat ranore, peizazh natyror, monument natyror i kategorisë 5 që mbrohet nga shteti, ti thua, deklaron që është punë private. Po mirë, edhe ujiti që ishin futur telat në mbi 70 metrë në ujë është pasuri private. Në cilin vend të botës deti është pasuri private? Në Shqipëri. Atëhere, nëse ti organizatën e policisë e vendos në dispozicion të këtyre biznesmenve, s'po themi oligark, nëse ti këtë polici e vendos në dispozicion të grupeve kriminale për t'i mbrojtur, siç ndodhi në ngjarjen e Shkodrës, përplasja midis grupeve, çështja e famshme, metamorfoza. Atëhere, ti je një pushtet për oligarkët, biznesmenët dhe botën kriminale, apo je një pushtet për popullin? Populli ha gërbaçi. Unë nuk besoj që ky pushtet është për qytetarët e Bakseriollit. Unë nuk besoj që ky pushtet është pushtet për qytetarët e Zvërnecit. Në jurisprudencë, institucioni shtet, koncepti shtet, është që shteti është një instrument për të mbrojtur popullin. Kriminali s'ka nevojë të mbrojtë, se i ka mjetet, financat i ka, armet i ka, makinat i ka, luksin e ka, s'ka nevojë. Kush mbron të pamundurin, në gjithë botën, shteti është instrument për të mbrojtur shtresën e varfër dhe shtresën e mesme. Pra çka do të thotë që politikat duhet të jenë për këtë kategori. Po për bosët s'ka nevojë. Edhe po të mos ketë shtet. Ato të fituar janë. Në këtë pikpamje, unë them që ka jo 2, po 10 standarde në Shqipëri. 10 standarde. Banorët e Thethit u terrorizuan pas një fjale të dhanë, pas një bese të dhanë dhe i prenë në besë, edhe pas si kthyen fëmijët nga emigracioni. Ndërkohë që në Tiranë unë dhe ju kemi përjetuar një pallat 9 kat komplet pa lejen mes Tiranës. Qa më bëri? U shema i pallati? Ja. Qa u bë? Përse nuk u dha mësim që nuk mundet të ngresh ndërtim pa leje? A është krim ngritja e një pallati pa leje në mes Tiranës edhe pak ditë ose pak vite, ne s'do morëm ajër dot në Tiranë. Densia e pallateve sot në pjesën e Unazës mesme, Unazës vogël, që të themi, domethënë po jepen leje të shfrytëzimit të sheshit ndërtimit 100%, edhe në pikpamje të koeficientit, ndërsa për sa i përket intensitetit, po shkojmë drejt qiellit. Jemi gjithkohës vertikal. Pra, edhe kjo është krim. Pra, tash dalim të statistikat. Nuk mundet as organizata e policisë, as prokuroria të dalë të lexoj statistika mbi vrasjen, sepse ka një mjet tjetër që nuk të vret sot, po të vret nga dalë. Po. Është ndotja e Tiranës, që jemi kryeqyteti më i ndotur në botë, për shkak të plurave, të kantiereve të ndërtimit që janë në të gjithë qendrën e Tiranës dhe në periferi të Tiranës, që na vret çdo ditë. Janë aksidentet automobilistike, për shkak të mos monitorimit sa dhe si duhet të rrjetit rrugor. Është rrjeti rrugor me nivelin më të dobët të sinjalistikës vertikale dhe horizontale. Nuk e vi atë bardha. Nuk e vi ndarse në mes të rrugëve. Dil në Podgoricë. Ndryshon çdo gjë. Nga pika e kufitarit Hani Hotit. Dhe shko ku të duash deri në kufi me Serbinë, kufi me Kosovën në Rozhaj, dil në kufi me Kroacinë, edhe rrugën më të fshatit më të thellë, më rural, e ke me konture, e ke të vizuar me të bardhë. Ti në autostradë, në superstradë, nuk e lexon dot. Vjen e bardhë.
Ti në autostradën e kategorisë parë Thuman Kashar, nuk ke vjet bardha, nuk ke ndriqimin akoma. Ndërkohë që ne paguajmë lek për kategori autostradë kategorisë A, nuk ka sistem ndriques. Duhet ishte dorëzuar për një herë me rrugën, se e paguan 2.5 euro, 2500 lek. Nuk ka vendosur akoma ndriqimi. Askush nuk inspekton për këtë dhe të flas. Ndërkohë që kemi 10 trampolina dhe devijim për shkak se nuk është zbatuar standardi i ngjeshjes së rrugëve sipas shtresave. Unë nuk jam ekspert, po unë jam drejtues mjeti dhe e kuptoj në timon. A është krim? A është dhe ky një mjet që vret? Ndaj dhe pas çdo rasti aksidenti fatal, analizohet në drejtorinë e autoritetin rrugor shqiptar dhe në policinë e shtetit që këto duhen kjo. Jo zotëri. Merr standardin e kodit rrugor dhe duhet t'i vendosish të gjitha parametrat pa u shfrytzuar. Mos e hap autostradën për të bërë propagandë elektorale, sepse edhe një ditë po ta hapish, ti mund të vrasësh njerëz. E qartë. Ka shumë çështje të çojnë vetëm tek një temë kryesore, mungesa e vullnetit shtetëror për t'i shërbyer si duhet banorëve të pakt që i kanë mbetur këtyre trojeve dhe mbi të gjitha edhe tokës që na trashëguan të parët. Zoti Prençi, kënaqësi që ju kisha këtu. Koha kaloi shumë shpejt, jemi përtej limiteve të asaj që kishim paracaktuar, por nuk mund t'ju ndalja kurrësi nga ajo që po na thonit në studio. Faleminderit, unë mundova të jap një panoramë të përgjithshme, por çdo lloj kriminaliteti kërkon analizë konkrete për të parë defektet. Prandaj nuk i mëshova që nga parandalimi deri te goditja në mendje për këtë intervistë, sepse devianca juaj kishte një logjik të qartë. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit juve që na ndoqët. Shihemi nesër me të tjerë të ftuar dhe tema për të diskutuar. Natën e mirë.